بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e madhruar e falenderojmë, prej tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë, përshëndetjet dhe selamet tona Muhamedit alayhi salatu wassalam i dërguar. Për mua është një emocion i veçantë sonte. Ndodhem këtu në mesin tuaj, në këtë vatër të dijes dhe të edukimit pastër të fesë, një vatër e cila e mban një emër shumë të veçantë, një emër shumë të madh, emrin e rahmetliut Mulla Mahmud Efendi Aslani, Allahu e mëshiroft. Shoh pastaj edhe familjen e tina, ndërmend më vjen ajo fjala që e thash edhe në fillim para dersit, istikameti, qëndrueshmëria. Sepse të bësh diçka, të arrish diçka, ndoshta nuk është problem. Po problemi më i madh është kur munduhesh që me pas jetë gjatësi, me pas qëndrueshmëri. Shpesh ne këtu çalojmë. Për shembull, kena raste njerëzve që janë nis edhe bëhet një besimtar shumë i mirë, nis edhe falet. Mirë, po problemi është tek kjo qëndrueshmëria. Edhe ka zbrit një sure të veçantë, suretun Asr, edhe që me gjvisi ndryshe është quajtur edhe quhet me këtë emër, që dekada, duket prej vitit 84 ishte ashtu. Edhe llogarit unë nuk kam vite sa ka hoxha vite për vojpunë. Zoti ashtu bereqetin e Zoti dhash të mira. Pse Zoti i madhreshëm betohet në kohën? Sepse me të vërtet koha është kapitali jon më i çmueshëm që e kena. Sa më tepër që ajo kalon edhe ne nuk e shfrytëzojmë, ajo kalon edhe mu nuk kthehet mbrapa, siç thoshte Hasan el Basriu, rahimahullah, thoshte o biri i Ademit, ke kujdes për kohën që të kalon, sepse çdo ditë që kalon edhe një pjesë e jetës tënde. Edhe në momentin kur kalon një pjesë e jetës tënde, ajo pjesë mu nuk kthehet mbrapa. Çka ngelet? Ngelen pra gjurmët tona, ngelen veprat edhe punët e tona. Pse po na duket se koha po kalon shumë shpejt? Për shkak se kanë ndryshuar shumë gjëra. Kjo bota është bu më e shpejt, më e zhurmshme dhe me më shumë shpërqendrime që neve na e vjedhin qatë kohën që e përmendëm në fillim. Pra, në këtë rrjedhë të pandalshme të kohës që i ngjan një lumi të fuqishëm që na merr krejtve përpara, edhe na çon tek një destinacion. Ku është ai destinacion? Pra takimi me Zotin e Madhreshëm. Pra është një destinacion i pashmangshëm. Në këtë rrjedhë që na merr neve të gjithëve, shtrohet pyetja, ku duhet ne me u kap? Cili është ai shkombi i fuqishëm që ne duhet kapemi pas tij? Pra ai shkombi i fuqishëm është besimi në Zotin e Madhreshëm dhe bërja e veprave që e kënaqin Allahun e Madhreshëm. Përgjigjen e kësajna se në cilin shkëm të kapemi, ne ka dhënë Zoti i Madhreshëm në surën Fusilet në një ajet të vetëm, ajeti 30. Me të vërtet, atyre që thanë Zoti ynë është Allahu, dhe pastaj u bon qëndrueshëm këtë fjalë, ishin qëndrueshëm në këtë fjalë, ju zbresin atyre engjëjt dhe ju thonë mos u friksoni dhe mos u piklloni dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Pra, ky ajet përmban një kusht edhe një shpërblim. Nëse ne e
kena parasysh kushtin, i përmbahemi kushtit, do të pason shpërblimin. Cili është kushti që e përmend Zoti i Madhreshëm në këtë ajet? Qalu Rabbuna Allah. Ata të cilët thonë Zoti ynë është Allahu. Çka do të thonë kjo deklarat? Kjo deklarat nuk është një fjalë e thjeshtë, nuk është një fjalë që ne vetëm e themi me gjumë. Mirë po, kjo është deklarata më e thellë që një njeri mundet me e bën. Kjo ndryshe është përmbledhja e shahadetit. Të thuash Rabbun Allah, Zoti jon është Allahu, do të thotë se unë pranoj se Allahu është krijuesi im. Allahu është furnizuesi im dhe është Allahu ai i cili jep fund jetës time. Të thuash Rabbun Allah, do të thotë se unë pranoj që ligji i tij është mbi ligjet e mia, dëshira e tij është mbi dëshirat e mia. Të thuash Rabbun Allah, do të thotë se unë ja dorëzoj jetën time, pasurinë time, familjen time, planet e mia vullnetit të Allahut. Të thuash Rabbun Allah, Zoti im është Allahu, do të thotë të çlirohesh nga çdo skllavëri tjetër. Dhe kjo është ndryshe quhet deklarata e lirisë. Kur njeriu çlirohet nga çdo lloj skllavërie dhe thot Rabbun Allah, Zoti im është Allahu. Është shumë e lehtë me e thonë. Zoti im është Allahu, Rabbun Allah. Shumë e lehtë është me e thonë me gjuhë. Mirë po përgjegjësia e kësaj fjale vjen pas kësaj. Thumma istaqamu, që e ka kuptimin, e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë. Keni parasysh këtë fjalë, është shumë interesante gjuha arabe. Kjo pjesëza thumme do me thonë pastaj, do me thonë se është një proces i vazhdueshëm, nuk mundet me ndodhë me një herë. Mirë po kërkon vazhdimsi, kërkon vazhdimisht që me konë qëndrushëm. Thumma istaqamu, pastaj u bën qëndrushëm këtë fjalë. E thanë këtë fjalë, Zoti jon është Allahu, pastaj u bën qëndrushëm. Si me qenë qëndrushëm? Qëndrushëm në namaz, qëndrushëm në agjerim, qëndrushëm ndaj mëkateve, qëndrushëm ndaj dëshirave, epsheve kështu me radhë, me i kry funksione që ja ka përcaktuar Zoti i Madhreshëm dhe mos me gabu asnjëherë. Njeriu është një qenie që mundet edhe me gabu. E istikameti, çka do me thonë? Cili është kuptimi i saj? Kuptimi i parë është me kon i rregullt në ibadetet tua. Mos me e fal namazin me faza. Ose mos me kon musliman vetëm i Ramazanit. Mirë po i vazhdueshëm, besimtar tanë jetën, musliman tanë jetën. Kuptimi tjetër i istikametit është me luftu vazhdimisht me nefsin tënd. Kur të zgjohesh mëngjes, jargoni i ngratë, nefsi çka thot, fli edhe pak, ka kohë. Mirë po, ti lufton, quhesh edhe e fal namazin e sabahut. Ose për shembull vjen një moment kur të bën nervoz, edhe zemrohesh, edhe ofendon, shan. Mirë po istikameti do me thonë që ti mu buj përmbajtur, me e frenu gjuhën tënde. Dhe kuptimi tjetër është i istikametit që kur të rrëzohesh, se është e natyrshme që gjatë jetës ki me u rrëzu, ki me bo ndonjë gabim, me u kthy, me u pendu sinqerisht tek Zoti i Madhreshëm. Dhe mi adhon besën Zotit të Madhreshëm që mo nuk do të bësh gabime. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për këtë tha me një hadith, kur e pyeti dikush, i tha, i dërguari i Zotit, ma tregon një fjalë për Islamin që pas kësaj mos të kem nevojë me e pyet askën tjetër. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Kul amantu billah thumma istaqim. Thuaj besoj në Allahun edhe pastaj bëhu i qëndrueshëm në këtë fjalë. Pra, ky qenë ka kushti që ne e prezentoj ajeti i surës Fusilet, ajeti 30. Pra, besimi në Allahun dhe qëndrueshmëria në këtë fjalë.
Dhe nëse e plotësojmë këtë kusht, çka pason pas kësaj? Pason shpërblimi. Tatanazzalu alejhimul malaike. Ju zbresin atyre melaqet. Imagjinoni shpërblimin për këtë përpjekje gjatë. Allahu nuk premton pasuri, nuk premton pushtet, mirë po premton diçka shumë më të madhe. Diçka që vjen në momentin kur mas shumë t'i ki nevojë. Tatanazzalu alejhimul malaike. Ju zbresin atyre engjëjt. Dhe tefsirologët kur e kanë shpjegu këtë fjalë, kanë thonë kjo zbritje është kur në momentet e vdekjes. Në momentet kur shpirti është duke u nda prej trupit. Dhe është normale, fillon frika. E din se të pret bota e varrit. E din se të pret dita e gjykimit. Fillon pikëllimi. Piklohesh ka po lëmbrapa, si do t'jetë jeta e fëmijëve to, si do t'jetojnë ata, e kështu me radhë. Dhe në këto momentet vështira, për shkak se sa ishe gjallë në dynja, e përmbushe këtë kusht, besove fuqishëm Zotin, thumë më stekim edhe ishe i qëndrushën të, Allahun këto momente, ndarjes nga kjo botë, zbret, dërgon një delegacion special të melaqeve, të engjëjve, të cilët qetësojnë duke thonë, alla të khafu, mos u frikso. Mos u frikso për atë çka të pret, mos u frikso për jetën e varrit, mos u frikso për ditën e gjykimit. Pse? Sepse e përmbushe kushtin sa ishe në dynja. Pastaj thojnë, wala tahzanu, dhe mos u piklloni, mos u mërzit për atë që po lë pas, mos u mërzit për fëmijët tu, për familjen tënde, si do t'jetë gjendja e tyre, sepse Allahu që është kujdestari më i mirë, ai do të përkujdeset më së miri për ta. Dhe në fund vjen përgëzimi. Wa abshiru bil jannah. Dhe gëzojuni xhenetit. A ka lajm më të mirë? A ka përgëzim më të mirë për atë njeri që e jetoj jetën duke besu fuqishëm në Allahun, duke qenë i qëndrushëm këtë fjalë dhe devini me laqet në momentin më kritik, në momentin më të vështirë, përgëzojnë, qetësojnë edhe mes tjerasht përgëzojnë me xhenet. Pra, kjo është shpërblimi më i madh, pra të kalosh një jetë me qetësi absolute dhe të njëjtën kohë i përcjellur nga lajmet më të mira prej banorëve të qiellit. Pra kjo është realisht fitoria e vërtetë. Kjo ajet madhështor që e prezentova para jush, kjo bisedë mes engjëjve dhe njeriu që është duke vdekur, pra nuk është thjesht një histori e bukur që neve na ngro zemrat tona, mirë po është një plan veprimi për jetën tonë. Aja është një hartë që na tregon rrugën tonë, se si duhet me qenë rruga jonë. Mirë po pyetjen që me drejt mundemi me e ba është, qysh me qenë qëndrushëm, qysh me qenë të atil që me e meritu këtë përgëzim, këtë qetësi nga këtë delegacion i melaqeve. Pra, janë 4 fusha kryesore, 4 shtylla, nëse i kemi parasysh, me lejen e Zotit të Madhreshëm, do ta meritojmë ne këtë thirrje në momentet e fundit. Këtë qetësi dhe këtë përgëzim në momentet e fundit kur ndami prej kësaj dunjoje. Shtylla e parë është duaja, lutja. Dijeni që istikameti, qëndrueshmëria është një hidajet, nuk fitohet ajo me forcën e muskujve. Mirë po është një hidajet që ja jep Zoti kujt don. Andaj e jona çka është? Me i shtri duart, me lut Allahun e Madhreshëm. Imagjinoni njeriu më i qëndrueshëm në këtë botë. Kush ka qenë? Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, vazhdimisht
e bënte një dua, një lutje. Ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O rrotullues i zemrave, ma përforco zemrën time në fen tënde. Kush e thoshte këtë? E thoshte Muhammedul Mustafaja, njeriu që besoi fuqishëm këtë fjalë dhe ishte prej njerëzve më të shëndrueshëm këtë fjalë. Andaj edhe ne ta lutmi Zotin e Madhreshëm duke thonë, o Zot, na i përforco zemrat tona, mos na i lako ato pasi na ke udhëzuar. Është shumë e rëndësishme kjo dashur vëllezër, sepse kena shumë njerëz që e fillojnë mirë po nuk e përfundojnë mirë, nuk e vazhdojnë mirë. Për shembull, nëse aeroplani ngrihet edhe fluturon ketë në rregull, krejt mirë po në momentin kur është duke ra, nuk bën ramje si duhet, edhe eksplodon, mbyten pasagerët që ndodhen të. A thot dikush, vallahi e pat nisjen e mirë, fluturimin e mirë? Jo. Ketë që kanë me thonë dështoj, duke ra, e humbi ekuilibrin, eksplodoj, vdiqen pasagerët. Kështu është edhe me atë që nuk është i qëndrueshëm në fe. Po vallahi ja kun mirë ja ka nis tu fale kështu me radhë. Problemi është se s'ka pas sinqeritet në ibadetin e tij, në veprat e tij. Dhe njëtën ku nuk e ka lutë Zotin e Madhreshëm sa ka qenë i udhëzuar, sepse kjo është një problem. Se njeri kur e sheh veten të udhëzuar, thotë, mashallah, thotë unë fal në 5 kohë, ai tjetri s'falet hiç. Kujdes nga kjo fjalë. E jona është më mirë ta lutmi Zotin e Madhreshëm, ja Rab, mos na i lako zemrat tona, pasi që na ke udhëzuar në rrugë drejt. Tregonte një profesor i imi që më ka dhënë hadith, tregonte për një xhamatli të vetin, vallahi fakt i gjallë, i vërtet, më ka ngel mendjen, studime për ka tregu para 10 viteve. Thoshte e kam pas një xhamatli i cili ka fal 5 kohë. Ka agjëru Ramazanin edhe në momente kur akon përpara ato të kurorat, prej umësisë, prej agjërimit, prej etjes madhe, ka pështy edhe gjak, me gjithat nuk e ka prish agjërimin. Mirë po, ka fundi tha i buni 70 vjet, tha e la edhe namazin, e la edhe agjërimin, edhe nuk mjaftu me kaq. Mirë po, çka thoshte? Po budallësh mi kon. Tha gjujt pali dhe e rri pa hongër e pa pi palidhi. E që kja është kur nuk ja ka dit kimetin udhëzim. Nuk e ka lutur Zotin e Madhreshëm që me të mbajtë udhëzu, mos me ta laku zemrën pasi të ka udhëzu. Kjo e para. Shtylla e dytë është namazi. Namazi neve na ndihmon që ta meritojmë këtë përgëzim të melaqeve, engjëjve në fund jetës tonë kur të vdesim. Pra, namazi ndryshe është ai karikimi i shpirtit tonë. Nëse istikameti është një udhëtim i gjatë, atëherë namazi është stacioni ynë i karburantit. 5 herë në ditë ne mbushemi pra me energji, me iman. Dhe një person që falet, është e pamundur me bu të këqia, sepse pas namazit drekës, që ta ban do një mkat, kur e din se do të vjen koha e ikindis, edhe duhet me qeni pastër para Zotit. Wa aqimu s-salata inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dhe faleni namazin, sepse namazi ju largon nga gjërat e shëmtuara, po thot Zoti i Madhreshëm. Pra është namazi ai i cili na mban neve të qëndrueshëm këtë fe. Shtylla e tretë është shoqëria e mirë. Kjo është pasqyra e imanit tonë. Dhe ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, njeriu është produkt i shoqërisë tij. Shoku i mirë dhe shoku i keq e ka pru shembullin pejgamberi alayhis salatu wasalam në hadith me shembullin e shitësit parfimit edhe kovaçit. Shoku i mirë thot i ngjan shitësit parfimit. Keme shku atë, ose keme ble parfim, edhe prej parfimit keme spërkata dhe ka me të ardhë arome mirë, ose keme e mi aromën e mirë. E shoku i keq qësh është? Shoku i keq është sikur se kovaçi.
ose ka me djeg me zjarmin duke i përpunu atë hekurin e ti, ose ajo ere e rën ka me dëpërtu në rrobat teshat e tua, edhe ka me të arë ere e keqe. Kështu është shoqënia e mirë dhe shoqënia e keqe. Nëse rri me shok të mirë, të cilët janë të udhëzuar, nuk të shkon mendja me bo keq. Pse? Sa ai ta kujton ahiretin, ta kujton namazin. Kështu është shoqënia e mirë. Për mua sot ju jeni shoqënia më e mirë. Pra, ini bu se bep, keni arë këtu, une ligjeraj këtu para jush, edhe se cilin që e shëh këtu, shëh pra atë mundësin që me e njoft Zotin ma tepër, atë mundësin që me ma kujtu ahiretin, atë mundësin që me ma kujtu traditën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe shtylla e katërt është që na mban pra qëndrueshëm. Jemi duke folur se si t'jemi qëndrueshëm, si ta meritojmë këtë përgëzim të melaqeve në fund jetës, është kërkimi i dijes. Sepse shejtani e ka më të lehtë me e mashtru një adhurues, po që është ignorant, që nuk ka dije, se sa një njeri që ka dije e që është modest. Pra, një person i cili fillon me e njoft Allah, me i njoft emrat e bukur të Allah, cilësit e bukura të Zotit të Madhreshëm, sigurisht se do t'i shtohet edhe imani, do t'i shtohet edhe besimi. Keni parë për e bini shembull shumë të thjeshtë. Nëse dikujt i jepet mundësia me hy me një punë, me një fabrikë, edhe nuk njoftohet fare me pronarin e fabrikës. I tregojnë thot orari është prej 8 dhe deri 4, më ish marrën 8 mirë, më ish deri 4 me punu mirë, nëse s'punon s'ka gale, kështu me radhë. Don thjesht nuk ja prezantojnë rregullat që duhet, nuk njoftohet me shefin. Merr për seriozisht punën e tij. Ja, atë kjo kanë puna e gale. Po sot nesër po shkoj në ora 9, po shkoj në ora 10. Po e lëm më herët në ora 2, në ora 3. Mirë po, nëse njoftohet me pronarin e fabrikës, me pronarin, me punëdhënësin e tij, edhe ai ulin tavolinë edhe i thotë kjo është punë, orari është prej 8 deri në 4. Pauza është që kaq. Nëse vjen 5 minuta pas kohe, do në ke vretje edhe suspendohesh edhe prej punës. Nëse del para kohe, ke vretje edhe suspendohesh prej punës. Tani, qysh e merr ki këtë punë? E merr me seriozitet. Pse? Unë njoftu me pronarin. Kështu është, kjo është shembull shumë i thjeshtë në krahasim me shembullin më të lartë i takon Zotit të Madhreshëm. Pra sa më tepër që ta njohësh Zotin, njohësh emrat e tij të bukur, njohësh cilësitë e tina, sigurisht se kjo është shkak dhe është sebeb që më na ushtu besimin, më na ushtu imanin. Këto ligjërata që ju i keni javore, kjo është mundësi që me ushtu dituria juaj. To telefoni, një ligjeratë me ngu në dite, 10 minuta, apo një faqe të Kuranit ta lexosh, ta kuptosh pak kuptimin e sajna, apo një flet libri. Kjo është një mundësi që me të ushtu dija. E lutim Allahun e Madhreshëm që t'i përdorim këto 4 shtylla. Pra lutjen, namazin, shoqërinë e mirë dhe diturinë në mënyrë që ta ndërtojnë këtë kalat fort në jetën e kësaj dhunjaje edhe në mënyrë që ta meritojnë në fund përgëzimin e melaqeve në momentit kur jemi pra duke u ndarë nga kjo botë. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoj në mirat e tina. Selam aleikum.